Që se ka një diqa që unë du me e ba gjithmonë në TikTok-un tema është me kënë transparente me ju. Jeni mësu gjithmonë me mpa pozitive dhe do të mendoni a thunë është ta ka një ditë keqe kë njëri, por kjo ka ka një ditë e keqe. Dita në fakt filloj në mënyrë super produktive, bana vrap, bana workoutin, pashi kisha ra 1 kile, isha super e lumton, hangra tostin tem të përdiqëm avokado që e dashuraj ka të shumë, hangra portokallin, qëto që ishte to it's perfectly fine. Me qëra fjalla, ka kënë ditë sezonit, që nuk kam pas shkollë, vetëm kam nejtë mësu sepse të necëm kam pas një provim. Një ditë më përpara kisha që analizat me ba edhe këtu mora vesh që unë nuk kam e lan kortizonin edhe kam e vazhdu me këtë fytyrë të fryme. Edhe pse e di që është e përkohshme prap nuk kam më durim. Gjithsesi analizat kanë dalë shumë keq edhe kjo është arsye pse unë kam e vazhdu kortizonin. Edhe nuk e di pse isha përgatitur shumë shpirtërisht që kisha me elan, sepse më kishin dhënë shpresa për me elan, por analizat tregoshin otherwise, domethënë do vazhdoj me kortizon. Bana kuskus me skalopule, ta më ka pëlqyer shumë, mandej vazhdova prap me mësu, këto vazhdova prap mental breakdown, dola mandej edhe masakrova pulen prej natit. Gjithmonë mban mirë me dal ku ka like shumë mental breakdown se kështu edhe mu rregullu dita. Prap njëjtën gjatë që kam hangër në drek, a hangra edhe mas dite, sepse mu dhimt me e tret me thënë drejten. Piva ilaçet edhe vazhdova me mësu. Ka kanë sezoni të mërshëm, sepse sërzisht 10 provime për 10 dit janë too much, por nejse, gjithsesi ja kena dalë shumë mirë me sukses. Hangra një mol, sepse më duhet prap me pi ilaçin e 4 edhe bana skincare-in edhe ka qishte, bye!